Një ngjarje e rëndë ka tronditur qytetin e Gjirokastrës, ku një 12 vjeçare dyshohet se është abuzuar seksualisht për 2 vite me radhë nga partneri i nënës së saj, shtetasi Kelment Krusa, së bashku me të vëllain e tij, Klodian Krusën, u vu në pranga pak ditë më parë si autor të dyshuar të vrasjes së shtetasit Artur Lleshi, babai të vajzës së mitur që dyshohet se është abuzuar seksualisht. Ëma e vajzës së mitur, pas së zhdukjes në rrethana të mistershme të bashkëshortit të saj në vitin 2018, i cili më pas u gjeti vrar, u largua në drejtim të Gjirokastrës, duke bashkëjetuar pikërisht me Kelment Krusën, ndërsa me vete mori dhe fëmijët e saj. Kelment Krusa rezulton që të jetë edhe kushëriri, çka e bën edhe më tronditëse historinë që përfshin vrasje, abuzim seksual dhe lidhjet e afërta familjare. Në lidhje me vrasjen, Lulzim Lleshi, vëllai i viktimës Artur Lleshi, ka lëshuar akuza të forta për ish-gruan dhe ish-kunatën, teksa ka deklaruar se dy vëllezërit binjak, Klodian dhe Kelment Krusa, ju morën gratë e tij dhe vëllait e tij të ndjerë.